Të nderuar, vim në podcastin e radhës mosesht, ku shpeshherë kemi pasur të ftuar individ nga qyteti Pogradecit, por gjithmonë podcasti është i hapur për të gjithë individët që kanë vlera dhe kanë kontribute në qarkun e Korçës për të folur ashtu, hapur, pa censur. Ditën e sotme kam të ftuar, kam kënaqësinë të kem ftuar Eduard Bardhushin, koleg gazetar dhe administrator i Korça Plus Televizion. Faleminderit që më mojti. Faleminderit për ftesën, mandi. Suksese. Faleminderit. Në fakt u bën vite që angazhohesh në media. Po, tashmë prej 7 vitesh jam i angazhuar në mediat lokale, online, në qarkun e Korçës. Po mirë, cilat janë ato gjëra që shtyn një të ri, të angazhohet në media, kur dihet që nuk do ketë përfitime shumë të mëdha, ha? Se të punosh gazetar siç thot Lutfi Dervishi, të bën me shumë miq, siç të bën dhe me armiq, por nuk të bën me para. Është e vërtet kjo, por që e drejta duhet me çdo kusht. E drejta duhet me patjetër të merret vesh me çdo kusht. Cilat janë ato shkaqe që të shtyn të merresh me këtë pjesë? Tani, të hapësh të melosh në portale të tjera. Duke qenë se nuk kemi pasur hapësira fare në qarkun e Korçës për media të lira flasim, sepse kanë qenë gjithmonë të kapura, qoftë nga pushteti, qoftë apo nga individ që ishin të një partie, të përfshirë në një parti politike, kështu që nuk kemi pasur hapësira dhe lajmet ose e vërteta mbi atë që duhet të merret vesh nuk ishte. Nuk mundet. Nuk ishte 20 qytetare. Jo, nuk ishte 20 qytetari. Po pse s'ka Korça 0 qytetar? Korça është një si djepi qytetarisë së Juglindjes, mos them edhe më herët të Shqipërisë. Është e vërtet, por që duke qenë se jetojmë në një epokë shumë të vështirë, miku im, duke qenë se regjimi, si të thuash, po bën atë punën e vet, media të lira duhen me patjetër me çdo kusht në vendin tonë. Po nuk flasin korçarët apo si jepet mundësia për të folur? Të dyja bashkë, edhe nuk flasin korçarët, edhe nuk ju jepet mundësia për të folur. Cila është më shumë? Më shumë është që nuk u jepet hapësirë për të folur, pasi ashtu siç e thash, është problemi që janë të kapura nga individ ose që drejtohen nga dikush tjetër që nuk e lejon. Pra mediat nuk ka një funksionalitet siç duhet. Po mirë, gjithsesi prap sa ka ndikuar drejtimi i një medie online tek funksionimi apo mos funksionimi i vetë qytetarisë korçare, sepse dihet që të paktën ata të cilët kanë jetuar në Korçë apo kanë mbajtur në Korçë apo edhe kanë pasur disa momente nga Korça, dihet që Korça o të do o të heq. Është e vërtetë. Dy opsione janë. Ska, nuk ka një të tretë. Nuk ka të mes. Jo. Tani, me punën e gazetarisë dhe me Korça Plus, prej 7 vitesh kemi bërë punëra që nuk kanë mundur njerëzit që të kishin një zë ku të shpreheshin për problematikat e tyre. Ne kemi qenë ndërmjetës midis popullit, media dhe pjesa e bashkisë ose pjesa e institucioneve. Mirë, si pritet nga institucionet? Tani, në të shumtën e rasteve pritet me neglizhencë, që është e drejta. Por që në momentin që bëhet një kauzë e madhe, normalisht që naftojnë për të zgjidhur problematikat. Është e di pse që ka disa elemente që janë shumë specifike. Duket sikur në këto 12 vitet e fundit opozita ka marrë pushimet dhe është shtetin Korçë që ngre disa çështje me impakt. Unë kam thënë shpeshherë atë pjesë që opozita është me pushime vetëm zgjohet, ta themi në thonjza, zgjohet vetëm në periudhë votimesh, sepse më pas është komplet inekzistente. Këtë qëndrim e mban edhe me opozitën ti? Sigurisht, opozitari nuk do të thotë që je i njëanshëm me një parti ose me një parti tjetër. Je opozitar. Të kanë ofruar një para për të heshtur? Shumë herë. Është e vërtetë që më kanë ofruar shumë herë, por që e vërteta dhemb, kështu që mundohen me çdo lloj mekanizmi. Po mirë, mund t'i pranosh, mund të bësh pak më i pasur apo mund të bësh pak më shumë. Jo, e vërteta është ajo, nuk është është kundër, por që një diçka që është e zezë nuk mund të them dot që është e bardhë. Po ka një rast specifik që mund të më thuash? Mund të më thuash, unë pak a shumë i di, po e kam fjalën për publikun në një rast që
të shkërkuar të eshte apo ndryshosh opinionet apo faktet apo gjërat? Shumë herë, por që unë kam qëndruar stoik dhe nuk ndryshoj mendimin ose lajmin për të cilin kam shkruar dhe është publikuar. Cilat janë çështjet që shqetësojnë Korçën sot? Çështje ekonomiko-sociale janë çështjet që janë të drejtë për drejta me popullin korçar, me banorët e Korçës. Mund të referojmë disa? Po, çështje ekonomike sociale duke nisur që nga pjesa e ndihmave sociale me kempet është absolutisht një katastrofë. Jepen apo nuk jepen? Jepen aty ku nuk duhet të jepen dhe nuk jepen aty ku duhet në patjetër, ku janë familje që me zor nxjerrin muajin. Është shumë rast i rëndë në këtë pjesën, ndërsa me pjesën tjetër është edhe papunësia. Papunësia në Korçë, ose rrogat minimale ose qesharake do ta quaj edhe unë. Po kjo është duket sigur vet biznesi, vet klima e të marrit një rrogë në Korçë ta bën disi më të vështirë, që ti të kesh një rrogë të kënaqshme. Për shumë arsye. Sepse vetë një biznes, nëse ne do ta nisim dhe ta bitisim si fjalë fillim e fund, nuk ka lehtësira në pjesën më të madhe të kohës. Dhe zakonisht mua më vijnë vetë qindra raste ku më thon shife se bizneset e ndershme jo vetëm që kontrollohen dhe inspektohen nga inspektoriatet e ndryshme disa herë, por nëse nuk japin këstin aty ku duhet, goditen, sigurisht. Keni raste evidentuar? Raste evidentuar kam disa dhe është vërtet ajo që ju thot pak më sipër. Ka biznese që janë të ndershme, që paguajnë çdo taksë, çdo detyrim ndaj shtetit dhe në momentin që nuk japin çokën aty ku duhet, fillon përsëri pjesa e kalvarit të vuajtjes të biznesit nga institucionet shtetërore, sepse për fat keq këtu jemi ka ta ndisur. Bën shpeshherë intervista të ndryshme apo personazhe të mediatizuar që ne i shohim. A ka ndodhur që pasi ti i ke zgjatur mikrofonin, ka dhënë intervistën, shkojnë e kanë kapur dhe i kanë thënë ti, pse ke dhënë këtë intervistë? Ka për njerëz që intimidohen se duan të flasin. Po, sigurisht që po. Nuk ka fjalë të lirë. Edhe personi që ka një hall, si po ta them, që kërkon të dëgjohet fjala e tij nëpërmjet medias kundrejt institucioneve, përdorin lloj mekanizmash për ta sfumuar komplet. Edhe është një çështje shumë e rëndë edhe kjo. Kush godet më shumë në Korçë? Pozita? Me çdo lloj mekanizmi të mundshëm. Të gjitha mekanizmat, ka shumë mekanizma kanë. Ka shumë mekanizma, se kanë edhe gurin dhe arën. Unë e kam thënë hapur dhe unë jam kritik i hapur. Jo, teoria e gurit dhe arës është një teori shumë e vjetër e folkut ton në këtë katundin tepër të madh që kemi ne këtu në qarkun e Korçës, i gjithë qarkun në vetvete. Po, në krye Korçën që është ka të ndjesur si një fshat ku të rinjt numërohen me gishta. Ja, do qëndrojnë atë pikë, po përpos para se të shkojë te kjo pikë, thuhet që ai që ka gurin dhe arën mos i do, ndërsa unë kam dëgjuar që disa veta thonë e marrin arën, ja fusin në gojë dhe pastaj në fund i kpusin edhe me gur kokës dhe se e thyen. Kështu që thjesht nuk ka vajtur koha e dur që disa njerëz të marrin përgjigjen e duhur nga ata të tjerët, të cilët prozvalen apo më këmben çdo ditë, Për fat keq ne nuk kemi opozit. Dhe me këtë lloj situate që është ka ta ndisur Shqipëria pa opozit, qeveria aktuale ose Partia Socialiste që është në pushtet bën qev dhe ka të sigurt edhe mandatin e tretë, edhe të katërt gjithashtu. Nëse unë do ta vija tek strishat emrin dhe pozicionin tënd si administratori i Korça Plus, do thoshni ke marrë një personazh të opozitës. Flet në atë lloj tonaliteti. Cila është lidhja emocionale? Pse ndikon kjo situatë tek ti?
jam në karakter i tillë, ashtu siç ju thash pak më sipër, nuk mund ta them një diçka që është e zezë, nuk mund ta them kurse si që është e bardhë. Absolutisht. Ka dhe gjëra të bardha. Midis kësaj gjë të zezë. Sigurisht. Unë gjithashtu bëj edhe pjesën e pozitivitetit. Sigurisht, nëse është diçka për të vlerësuar, unë e vlerësoj, e ripublikoj përsëri. Ama nuk janë të gjitha ashtu. Të gjitha në rrjetet sociale e shesin sikur të gjitha shkojnë vaj dhe Korça është Parisi i Francës, jo sikur është një katund, një fshat i ka ta ndisur këto kohët e fundit. O mojti më Korçë lule, ha? Që le pas shoqet e tua, po. I ka lëmë pas shoqet e saj Korça? Shoqet e saj nëse krahasohet me Devollin, me Maliqin, me Kolonjën dhe me këto, se më tej absolutisht jo. Për fat të keq, qarku i Korçës në tërësi është ka ta ndisur shumë keq. Qoftë nga ekonomia, qoftë nga papunësia, qoftë nga emigrimi masiv i të rinjve. Është absolutisht të vjen keq. Për shembull, unë shoh rastin tim, ashtu siç edhe ti. Besoj. Nuk kam as edhe një shoqëri në Korçë. Të gjithë ose kanë migruar drejt Tiranës ose kanë emigruar jashtë Shqipërisë. Jo, unë kam statistikat më kokforta se kaq. I kam statistikat aq kokforta sa them në 2013-ën ishin 252.000 banor, në 2023 me censusin e fundit të numëruar po në të njëjtin territor 173.000 kusur banor. Gjë që ka bërë një zbrazje me disa erë të qarkut Korçës, duke e rankuar këtë qark një nga qarqet me zbrazjen më të madhe, dhe pse ndodhet afër Greqisë dhe Maqedonisë. Nga Pogradeci për 15 minuta shkon në Maqedoni. Nga Korça ose nga Bilishti shkon për 5 minuta i nga Devolli. Ai shumë sa Devollinit më thonë Armand, ne nuk shkojmë të blejmë gjëra më në Korçë, apo nuk shkojmë më të kurohemi në Korçë sepse ja ku kemi kosturin. Po, është vërtet, ose Ohri. Ose Ohri në sjellta. Këtu po Gretës një marketet në punojnë për ndonjë Tiranë apo për ndonjë të moshuar që nuk shkon dot në Strugë, se gjithë të rinj që kanë nga 1 mjet shkojnë mblen edhe naftën atje dhe tani mos i dhemi të çështja e naftës që e kemi më të shtrenjtë pa rajon pjesë. Nëse janë disa gjëra. Çfarë mendon ti se bën atë Korçën pa strategji, ë? Se Pogradecin e morën vesh, nuk ka një strategji për turizëm. Po dhe Korça u fry, pazari, pjesa pedonale, parku, të gjitha këto lakrori në Saç, lakrori me Dypet, këto ishin dhe të gjithë erdhën e pan çfarë ofronte Korça dhe pjesa e strategjisë nga ana e bashkisë ishte përsëri e njëjta çdo vit. Jo, ti pse më vjen çudi mua, ndërkohë që ne themi gjithë këto elementet, prap në Korça vazhdon blihet, si blihet. Blien pronat, blien shtëpit, blien gjitha gjërat. Mbajnë stok. Jo më larg se sot unë kisha një diskutim me një mikun tim në Korçë dhe më thot Armand, në Korçë po vinë po blen dhe Korça po vinë dhe po shton lejet e ndërtimit, më thanë në Voskopoj po bëhet nami, përkundazi, po betonizohet. Do ta shohim si Maldivet. Vetëm pa det. Kështu që Korça po kthehet në një Tiranë të vogël, ku të gjithë po investojnë dhe po blen prona dhe korçarët po largohen nga sitëkambët. Domethënë po vinë të huajt, qoftë edhe nga brenda vendit, Tiranës, Durrësak, Elbasanat, Shkodranë të gjithë. Dhe po ikin korçarët. Po mirë. Po korçarët janë popullsia e dytë në Tiranë për numër të vajturish, e di? Po. Lam mbrapa dhe tropojanët. Edhe Dibranët. Ka një sens, është e bukur. Migrimi. Jo, migrimi ka një fabul në vetvete. Gjatë periudhës zotit Berisha kur ishte kryeminist, vinin veriorët, që kur erdhi Rama në pushtet, s'po mbetet jugor dhe juglindor pa vajtur. Nisë që nga Saranda, Delvina, Vlora, Fieri, të gjithë. Mirë, gjithsesi, edhe ti je shef një mundësi për ti kur jashtë apo? Sigurisht që po. Po pse? Për shumë arsye. Për shumë arsye. Këtu nuk të jepet
as edhe një lloj mundësie fare. Unë kam ndërmarrë vetëm këtë nisëm për të krijuar një televizion lokal, gjithashtu dhe një portal, dhe ajo që kam përftuar gjatë këtyre 7 vite kanë qenë vetëm sulme qoftë edhe nga ana e medias, qoftë edhe nga ana personale. Po sigurisht. Po mirë, çfarë do i bëjnë medias? Duan që ta sfumojnë me çdo kusht. Mediat që janë kundër, pra ato mediat që nxjerrin të vërtetën janë të destinuar atë zhduken. Ka pasur gjatë luftës së dytë ka funksionuar një mekanizëm i mirë njohur në atë periudhë nga nazistët, Gestapoja. Gestapo. Ndërsa tani ka një strukturë akoma më naziste se Gestapoja, janë patronazhistët. Është Gestapo pa është moderuar tani. Kohët e fundit është kohëve moderne. Ti si rezulton ti është në listat e patronazhistëve? Tani në disa lista figuroi biznesmen, në disa lista figuroi papun, akoma nuk kanë një informacion të saktë për mua. Patronazhistët. Edhe pse kam shumë patronazhistë që më ndjekin. Të ndjekin patronazhistët? Këmbakëmbës. Kanë bërë identifikim të votës apo s'e kanë bërë akoma? Ndjekin këmbakëmbës për çdo reagim që unë publikoj në profilin tim personal apo që publikohen dhe në Korça Plus, këmbakëmbës. Ka komente? Komentet ka, po janë me profile fake. Si vijnë këto komentet? Me njëherë të gjitha apo janë gradualisht? Fillojmë. Shikoj se na sulmoi, shikoj se doli kundër ky. Gati tu. Nis marshi. Janë këto grupet. Po, edhe kanë filluar tani këto kohët e fundit ajo që kanë vënë në Korça Plus që janë me emra gjerman. Nuk e di, po na sjellin gjermanët në Korçë. Nuk e di domethënë strukturat e patronazhimit janë ato strukturat të cilat në vetvete mbartin njerëz tepër jo inteligjent për të nxjerrë realitetin, sepse anketues apo militant apo aktivist mund të përmbajë çdo parti e ndryshme, por mënyra se si trajtohen pikërisht këta individ, ndryshe nga ato të individëve të tjerë. Patronazhistët unë i barazoj me Kavje, laboratori. Janë komplet vetëm eksperimente. Ashtu siç thash për pjesën e që nuk janë me profile reale të gjitha këto, kam edhe këtë pyetje. Përse përderisa e mbrojnë atë lloj ideologjie të partisë të gjitha, pse nuk dalin me emrin e tyre? Çfarë i pengon? Po dalin me profile fake, ku diun, Franz Stolz, nuk e di sa më kujtohet tani që është ka diçka në logjikën e përgjithshme, zakonisht anonimati i përket opozitës në shumicën e rasteve ose individëve të cilët kanë një farë ndrojtje nga pushteti dhe reagojnë kundrejt tij me fjalë të lira. Ke shumë të drejtë, po tu pse ndodhet kundërta? Pse këta që janë mazhorancë përdorin këtë pjesën që Mesti Angonin e ke dëgjuar? Pa. Mesti Angonin. Mesti Angoni është simboli gjithë opozitarëve të cilët nuk mund dalin dot jashtë asaj pjese. Por duket se instrumentat paguajnë dhe individët të cilët mund të jenë edhe nga zyra ato. Po, është vërtet edhe që mund të jetë edhe të brendshëm, Sigurisht. Çfarë marrëdhëniesh ke personale kështu? Me përfaqësuesit e pushtetit vendor në qytetin e Vjan. Absolutisht. Janë të gjithë të nderuar të respektuar, nuk kam asgjë personale me individ, qoftë me kryetarin e bashkisë, me nënkryetaren apo nuk e di, me drejtorin e administratave. Absolutisht jo. Por për pjesën e punës që ata janë të autorizuar ose të votuar nga populli për të bërë atë lloj detyre dhe nuk arrin ta bëjnë, sigurisht që unë atë punë kam që të nxjerr sa më shumë të vërtetën. Unë dua ta përshëndes çike Smeral Xhafën. Po sigurisht për një arsye kryesore na vuri në fokus të një postimi në muaj pak më parë, po. Në dhjetor. Po mirë, ç'pate që vajte në zyrën e Filos. Pse nuk e braktisë Filon, siç nuk e braktisën të tjerët? Bashkë me mua. Ne kemi qenë të dy atje, krah për krah. Kemi qenë të dy, po. Shiko. Ftesa ishte nga kryebashkiaku i Korçës, zoti Sotyraq Filo. Absolutisht ishte një ftesë për urimin e vitit të ri 2025. Nuk ishte as politik, as diçka personale, asgjë. U dërgua ftesa, sigurisht
e pranova me kënaqësi dhe shkova për urimin. Jashtë bashkisë, qoftë me punët ose punën që realizon bashkia, sigurisht, nëse nuk është realizuar tamam, sigurisht që do nxjerrësh të vërtetën, por që të kem diçka personale siç e thonë në për koment apo na bën tag disa të tjerë në rastin e Esmeraldit. Jo, kemi gjë personale, unë Esmeraldin e kam shumë mik. Absolutisht e don. Jo, ta dha si shembull sepse në disa raste duhet që të ndryshohet konteksti i një gjë të caktuar. Në një zarf me lekë të dha filoja? Zarfi që ishte gëzuar vitin e ri 2025, dhe kjo, simbolike, pra. Simbolike. Ishte një shumë simbolike. Jo, nuk ishte shumë simbolike, thjesht ishte kartolina, atë që ashtu siç u dha edhe juve, zoti Armand Bravo. Unë kam gjithmonë të çdo mesazh urimi unë e mbaj. Absolutisht, qoftë edhe me kryebashkiakun e Maliqit. Patjetër. Ne patëm lidhje. Ne patëm disa takime të ndryshme. Pra nuk është sulm personal ndaj atij individi në rastin, sepse më etiketuan shumë, më bën mua buj që si ti shkove në bashkinë e Korçës, takove kryetarin e bashkisë. Ore shok. Është kryetari i bashkisë. Më ftoi, un kam një status, un jam gazetar. Dhe shkova si përfaqësues i medias. Çfarë ka këtu për të mos shkuar? Unë nuk isha armik i përvetuar, as nuk jam armik i përvetuar i kryetarit të Korçës apo të Maliqit apo të Kolonjës. Pra, për punën që bëjnë, në shkeljet që bëjnë ose për ato që nuk realizojnë, sigurisht që media për atë punë është të nxjerrë në pa të vërtetën. Jo, e qartë. Unë më shumë për... Jo, pra se na kryqëzuan të dy. Jo, unë s'jam kryqëzuar akoma. Dhe mua më shumë. Ore, pas atë takimi vazhdo bën opozitje apo? Po sigurisht po. Jemi në mars. Kështu që absolutisht. Muajt kanë kaluar që në dhjetor, janar, shkurt, tani jemi në mars. Po mirë, okay. Kjo tregon që nuk e shitur akoma. Po absolutisht jo, asnjëherë. Okay. Asnjëherë. Gjithsesi unë kam përshëndetje time në atë pjesë, kështu që do dua që edhe në vazhdim ti respektoj të gjithë përfaqësuesit të cilët të respektojnë me një ftesë në të gjitha rastet. Unë personalisht do ta them edhe qasjen time. Personalisht në momentet e para unë ndiva keq. Gjithsesi arrita të kuptoj më vonë gjatë rrugës që s'kisha asnjë arsye për të ndjerë keq, sepse Armandi që ishte përpara 30 dhjetorit vazhdon të jetë edhe pas 1 janarit, kështu që gjithsesi ftesa është për gjithë ata të cilët duan të vinë edhe në këtë studio, mundet edhe të ma thonë edhe në sy. Është kjo pjesa që vinë këto lloj, nuk e di, reagimesh nga persona që në mëngjes zgjohen opozitar, në drekë janë në mazhorancë, pas dite janë të dyzuar dhe pastaj kthehen përsëri në mazhorancë ose opozitë në darkë. Mirë, gjithsesi këto janë çaste të njëjtë apo tjetrit, nuk hym në detaje. Po. Edi, të bësh lajme dhe të gjesh burime është pak e vështirë në një qytet si Korça, ku mbi të gjitha profet i tempujve të Korçës njihet Niko Beleshi. Është një figurë në fakt që historike në Partinë Socialiste. Është i lidhur drejt për drejt, emër i lidhur drejt për drejt me qytetin e Korçës. Është absolutisht. Dhe mos mund të them domethënë për këtë pjesën e zhvillimit turistik që pati Korça, absolutisht ka dhe ai merit. Absolutisht. Pastaj ka edhe shumë gjëra të tjera që nuk kanë shkuar siç duhet, por që sigurisht mos e ha makun. Çdo pogradëcar që na dëgjon tani do ta mbylli. Jo, më. Po qoftë edhe Korçarën tani atë që është e vërtetë është e vërtetë. Jo, e kisha fjalën këtu. Nëse ai ka të mirat dhe të këqijat e tij dhe mua më rezulton që kam shumë këqija se të mira. Po nëse kjo mbetët një gjë për tu parë nga qytetarët, të cilët janë më të zotët se ne për të kuptuar shumë gjëra. Populli vendos mbi të gjitha. Po, sa gjëra bën emrin tënd o popull thonë. Është ajo. Po mirë, e kanë ndjerë një këtë influencën e tempujve të Peleshit në Korçë. Tempujt e Peleshit, diçka nuk kuptoj. Më thuaj. Tempujt Për mua dhe për shikuesit. Tempujt Peleshian janë gjitha drejtoritë kryesore, ku të shkohet vetëm adhurohet Peleshi si Zot. Po tani
qytetar Korçar ose banori i qarkut të Korçës e di që bashkinë e drejton akoma zoti Niko Beleshi. Është de facto, domethënë, se de jure është Soti Raqi, që e kanë caktuar për të bërë atë detyrë ose për ta mbuluar, e di, i madh e i vogël. Jo, Soti Raqi ka edhe kontributin e tij aty. Zoti Filo është një nga ishën kryetarët e Peleshit kur ka qenë kryetar bashkie. Dhe është i influencuar nga tempojt peleshian, ashtu si më mirë. Unë po flas për gjitha gjërat, por në parim ty sa të influencojnë këtë tempuj? Absolutisht, as pak. Nuk shkon predikosh një herë atje. Shiko, nëse duhet të bëj me kohë që të predikoj edhe unë në tempujt peleshian, por që jo, absolutisht jo. Unë kam zgjedhur të jem opozitar dhe do vazhdoj të jem opozitar. Nuk do të thotë që jam opozitar se jam me Partinë Demokratike apo me Partinë e Lirisë, absolutisht jo. Si ke marrë në fundit? Këtë më shumë? Këtë më shumë mamin apo babin? Tani janë të firaksur, do thoja. Domethënë zgjohen nga gjumi vetëm në periudhë votash. Jo, një parti e domshëm, që në opozitë mos thuaj tani. Jam opozitar. Nuk ka një parti e do patjetër. Ose më sa këtë do më pak në burg. Të gjithë. Ata që kanë abuzuar me ligjin, të gjithë. Absolutisht. Nuk ka falje për të gjithë ata që kanë abuzuar me ligjin, që kanë vjedhur tendera si në Tiranë çfarë po ndodh me Nesti Angonin, pra. Jo më do të pyes në parim. Pritet një spak në Korçë? Tani flitet lart e poshtë. Veshët tanë janë më shpejt se veshët e popullit. Dëgjojnë më shpejt. Edhe pritet. Ku do godasi? Po ku do godas? Nga do kapje. Nisej që nga tempujt peleshian. Ka disa, Ka sigurisht që ka disa. I ke dëgjuar. Të lutem shumë, veshët tanë janë kudo më shpejt se populli. Por që shiko, puna e spakut është diçka shumë e mirë. Për arsye, sepse po krijon një besim tek populli që këtu po funksionon drejtësia. Sepse janë vjedhur tendera në mas, dhe nuk është bërë asnjë projekt i vetëm. Po, kështu që jo, e kisha fjalën tek qasjet e tjera. A je ndjeni të ndonjë kallëzimi apo të ndonjë raportimi që mund të jetë bërë nga partitë opozitare të ndryshme pikërisht në SPAK për funksionarët të Korçës? Dihet që Peleshi ka një dosje aktive në SPAK bashkë me një drejtor. Po, edhe për kryebashkiakun e Korçës flitet që ka dhe një dosje në SPAK dhe është gati. Flitet dhe për të? Po sigurisht. Të gjithë. Ky është Një nga një. Ky është lajm. Dihet për sy për çfarë? Do kapen dorë për dorë të gjithë edhe op. Mos e vjen Andrenov se e kanë më afër. Ju çojnë në një diçka kështu piperka me gjizë. Ju çojnë. Dihet arsye pse mund janë? Abuzime. Fakti kryesor. Është deklaratë fort. Fletiet. Unë jam konshient për atë që po them. Emisioni do të mbaj titullin Korça në lupën e SPAK. Ja kush janë personat që pritet të vjen në rrjet. Tani këtu kemi dëgjuar. Si ke marrë me kolegët? Mirë. S'kemi ndonjë hatërmbetje. Nuk ke hatërmbetje. Funksionon, bashkëpunon, ke shkëmbime me disa prej tyre, jo me të gjithë. Pasi secili ka edhe bindjen e tij, të gjitha nuk mund të influencojnë tani për bindjen e tij. Jo, më qartë, e kuptoj. Unë në fakt doja të dija si shikon zgjedhjet e fundit që pritet mbahen. Me këtë opozit shumë të vështirë. Pra, mandati 4 të flasim. Është i konfirmuar për fat të mirë, për fat të keq, le ta vendos populli. Por që me këtë opozit më vjen keq ta them, por që nuk ka shpresë. Ke folur gjithë kohën si opozitar dhe tani në fund fare mbyllë si majoritari i thekur. Flasim realitetin. Është një situatë shumë e vështirë
për Shqipërinë në këtë periudhë që ndodhet. Qarku i Korçës si do ndahet në çështje mandatesh, me çfarë të parashikon ti? Janë 10 mandate në lojë, për të cilave sa do marri opozita e bashkuar dhe sa do marri ajo maggioranza e tempujve Peleshian. Në rastin më të mirë do të ishte barazimi 5-5. Në rastin më të mirë për opozitën klasë. Në rastin më të mirë do të ishte barazimi 5-5. Jo, sa do marri. Jo rastet më të mira, se rasti më i mirë e dim që është. Sa do marri? Më unë mendoj në 4. Pra do ndahet 6-4. 10 mandate deputeti që prodhon qarku i Korçës do të ndahen për mendimin tim 6-4. Të qasi kam pa për të dhënë. Duke folur për realitetin tani nuk mund. Këtë qasi rasti më i mirë për opozitën do të ishte sigurisht 5-5. Sepse për ta kaluar do të ishte akoma më shumë diçka e jashtëzakonshme, por që nuk e kam. E kam këtë qasje për shumë arsye se deri diku ndonjëherë nuk besoj tek strukturat. Tek strukturat të cilat shpeshherë i frymën rezultatet e parashikuara, sikur të thoje ti janë balona të cilat dalin në një ditë vere. Por nga ana tjetër ka edhe pak kënaqësi. E di çfarë më thon, dëgjoja edhe një dalje publike të Flamur Nokës pak më përpara dhe thoshte që shife se ne po na furnizojnë individ të administratës së tanishme, po na furnizojnë me dokumenta, informacione, ku diun çdo lloj gjëje, po furnizojnë qeverinë e ardhshme sepse e ndjejnë dhe ata që po vinë koha për të ndryshuar sistemi, për të ndryshuar pushtetin në vetvete. Gjithsesi, prap ka disa paqartësira të ndryshme edhe në qasjen se si po parafrohet dhe se si po vepron sot pjesa e opozitës që ka shumë pak individ, shumë pak aktivist dhe deri në ato informacione që unë di që në disa zona do të ketë vështirë edhe për komisioner. Po, absolutisht, sepse nuk ka edhe të rinj, duke nisur nga ky fakt. Ka ndodhur një emigrim masiv i të rinjve. Si shkon vota e diasporës? Si mendon? Tani, për mendimin tim është thikë me dy presa. Në këtë kuptim. Pra, në thikë me dy presa për arsye se të gjithë ata të rinj ose edhe moshë të tjera që janë larguar nga Shqipëria kanë ikur për arsye ekonomike. Po. Kryesorja. Që do të thotë, ata do votojnë kundër Partisë Socialiste që është aktuale qeverisëse në Shqipëri. Do të thënë ata të cilët kanë ikur nga 2013 deri këtej. Flas për thikë me dy presa. Ndërsa nga ana e kundërt është edhe kjo pjesa që për personat që shkelin vetëm për pushime në Shqipëri, ju duket komplet një fush e bukur me lule. Ma fush me lule. Jo, ke gabim këtë pjesë. Jo, po ka shumë persone. Po që limin e mirëseardhjes se kanë qenë Kapshtic. Qenë Kapshtic. Shikojnë se kalojnë Kapshticën ato autostradën e bukur, kalojnë në këto rrugët këtej që në çdo 10 metra mund të lësh edhe kokën, no? Kujdes. Sa kalon Kapshtica është dekoruar komplet me trëndafila me lule. A është atje fush me lule? Fillon atje fusha me lule, pavarësisht tani. Ky është problemi i petaleve të shumta. Këto janë shpifje, këto që thuhet, që s'ka. Ne kemi super stradë, që në Kapshticë deri në Korçë kemi super stradë. Për fat keq për ashtu siç ju e cekët tani, për pjesën e infrastrukturës rrugore lëm shumë për dëshiruar. Do të le dikujt tjetër këtë. Në rregull, të flasim dikur tjetër, edhe në një rast tjetër. Unë e kisha shumë kënaqësi këtë bisedë që zhvilluam bashkë ti. Për aq sa zhvilluam dhe për aq sa tham. Megjithëse edhe ti dhe unë e dim që nuk tham aq sa donim thoshim dhe nuk tham aq sa duhet thoshim. Gjithsesi prap këtu jemi. Do flasim, nuk do eshtim. Zgjedhjet po vinë. Para zgjedhjeve unë do dua prapë në studio. Sigurisht. Dhe të diskutojmë edhe rezultatet në base ato gjëra që pritet të ndodhin. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që ishe me mua. Të nderuar miq, sot kisha në studio e podcastit Masesht Eduard Bardoshin, gazetar dhe administrator i Korça Plus televizion, një prej aktivistëve të qytetit të Korçës që kalon për te gazetarisë. Ne do të shihemi në podcastet e tjera. Faleminderit.